Tashmë që zgjedhjet e 11 majit kanë përfunduar dhe pluhuri politik po bie, një pyetje që qëndron pezull në ajër: a do të godas SPAK në radhët e pushtetarëve? Pas arrestimit të bujshëm të kryebashkiakut Erion Veliaj, që tronditi themelet e PS-s në Tiranë, duket se SPAK mori një pauzë të zgjatur, duke shmangur çdo lëvizje me impakt të madh gjatë fushatës zgjedhore. Më shumë se sa mungesë prove apo dosjesh, sinjalet janë të qarta. SPAK nuk ka dashur të prish balancën e momentit dhe të ndikonte në mënyrë të drejtpërdrejtë në rezultatin e zgjedhjeve. Por tani që zgjedhjet mbaruan, disa prej emrave që dolën humbës pritet të humbasin edhe imunitetin parlamentar në shtator. Kjo mund të sjellë një valë të re hetimesh e ndalimesh, nëse SPAK nuk do të ndalet nga faktorë të tjerë. Sepse përtej politikës së ditës, në horizont po shfaqet një garë e re, ajo me kohën. Mandati i kreut të SPAK, Altin Dumani, përfundon në dhjetor. Deri më tani mazhoranca nuk ka dhënë asnjë sinjal për ndonjë ndryshim ligjor që do t'i lejonte prokurorëve të SPAK të rikandidojnë apo që Dumani të vjojë edhe për një mandat të dytë. Në këtë sfond pasigurie, çdo hetim i bujshëm rrezikon të mbetet përgjysëm ose do të pengohet nga llogaritë politike që do të vinë pas formimit të parlamentit të ri. Situata bëhet edhe më delikate kur kujtojmë se përpara zgjedhjeve ngrit nga mazhoranca Komisioni Antikorrupsion, i drejtuar nga Fatmir Xhafaj. Ky komision kishte për qëllim të ndryshojë një sër ligjesh që lidhen me institucionet e pavarura, përfshirë drejtësinë. Me Xhafajin, që tashmë është rikthyer në kuvent si deputet, dhe me agjentën e tij të paqartë, nuk përjashtohet mundësia që të tentohet një riformatim i sistemit aktual të drejtësisë. Kjo do të thotë se SPAK vetëm që është nën presion për të goditur të mëdhenjt, por është edhe në luftë me kohën. Disa dosje janë të hapura prej kohësh dhe duhet të shohim nëse të mbyllen apo fitoria e mazhorancës ka trembur edhe drejtësinë e re.